është bo luft me fotografit i Ibrahim Rugos. Ka pos plak që ka thot kalla krejt shpinë se kur s'keni mjek. Dhe kjo ka qenë ajo që o me lekeja e ka pru. Ajo o me lekeja që të mund organizata marxist-leniniste. Ata, sepse, është edhe një problem qytetërisht që duhet studim. Qëre, këta komunistat dhe majtisat, këta livduhen që e kanë rrugë Shqipnin. Po në kuën e nacionalistave Shqipnia ka pas 74.000 km katror. 74.000 km. Në Kosovë, në vilajetin e Kosovës, që u konë bashkë me Shqipnin atë ku, janë hopë gjitha shkolla. Ernest Kolishi, një nacionalist, i ka hopë gjitha shkolla. Dhe tash, janë udhët që ne do të me studiu, cilat janë udhët, për shembull. Është udha e Leninit, e Morsit e Engilsit, e Titës e Enver Hoxhës, e Fadil Hoxhës, e Dušan Mogoshi e Miladin Popovićit, dhe janë udhë e Mitat Frashit, Gjafer Deves, Shaba Pëlluzhës, Mehmet Gaditës, Ibrahim Rugos, Adem Jasharit, Zahir Pajezidit e Saliçekut, që të ndohën udhë. Dhe tash, na jena në qëtë udhën e Mitat Frashit, na jena në qëtë udhën e Gjafer Deves, Shaba Pëlluzhës, Mehmet Gaditës, Bajraktarit Laushës, Adem Jasharit, Saliçekut, Ibrahim Rugos, e Zahir Pajezidit. Edhe ata janë në udhën e Enver Hoxhës, Dušan Mogoshi, Titës, Miladin Popovićit, tash që në prish, Fadil Hoxhës, edhe tash që në prish në mje veti, unë nuk kam vaj, po den 49 është në Shqipni, edhe në Kosovë, edhe në Jugoslavi, është piskot Tito Enver Stalin. Den 49, Tito Enver Stalin, edhe një parullë kam që të shkrune 1946 në Shqipni. Në ndihmove Tito që të arrim lirin. Në të një të dojnë, nacionalista mënën me dojnë jeni titita. Po qëfar titita mënë, në ka vyt tita, në ka vro krejt familjen, në ka shkatru krejt, kur shkollas në ka leo. Dhe këta dojnë, dhe më dhë këta marë si itat, kur prishen dhe rëhëgja me titën, këta nuk ju prish për Kosovë. Stalinin ju prish. Këta një thojnë për Kosovë. Shfar Kosovë, për Stalinin. A i Stalini u konë pas tita, u konë pas prish me Stalinin, këta u bënë me Stalinin në shojshin titën. Kush e shek këtë emision mund me thonë qysh nga një gjithë që të mund shok edhe me kimi mirë me Samir Ishtakur me ashimin ju? Po nuk u kose, të atheti shka e ka shkrua Samia ka në shkru kundër komunikatër. E vërtet? E tash, qysh me konën edhe me aton që e ka shkru komunikatër edhe me këto që ko e ka kundërshtu. Dhe më thonë, sigur t'je që... Sa mund të me konë, Samia vetë më bujna. Ja duhet me konë ato që ka shkru shak, ja me këto që e ka kundërshtu. E ke spiku shumë herë për studiet televizive, për të unë se ke thonë asë njerë. Pse në konë të shpe Kadri Veseli edhe shqimë thonë që të dolme në temë fillim që thamë ato. Që e lam si në gjysë, përsa. Kom pas pjegu, sepse këtë probleme të komunikata. Ata rëkona zemë sylla, ata të shenë sukon zemë sylla, janë zemë sylla, janë Recep Selimi, janë shimë tha që tani Milajmë Zeka dhe suko kë, po kë, i ka thokë kë kështu, dhe ju zbulu e vërteta, dhe më thonë ta shëve me vërteta, u talë në televizion, në komuna me i ka sojna që ato në duka gjetë, apo mund është me i. S'po unë është me i ka soj që ato për para prokurorës, së në i kështu, së këmë thonë, kush ka shkru komunikatën? Për një ditë nuk ka shkru komunikatën, nuk dojtë me konë janë atje në shtabë përgjeshëm, më bo antari shtabit, tani me dojtë më bo ka një ketë, e tani me shkru këndër veti. Nuk s'ku mujtë, ata ja kanë ditë, ata që vinë konë shtabë. Ata po vlasin për një djetit, që po thujnë ata, cila më vërtet ata. Dhe ata jenë konë nutë të te, pas e konë? Jenë konë nutë jetu lagecit, nuk jenë konë, për nutë jetu lagecit, edhe aty, ata shë dhe ma herët, kemi diskutu këtë qëto qështë që e diskutua që ta shtu. As një prezje, as një pik, nuk ka pos qëtu.